Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës bëj mirë me njerëzit në shoqëri. Dashamirësia dhe sjellja e mirë ndaj të tjerëve janë shtyllat themelore të moralit islam. Ato përbëjnë zemrën e mesazhit hynor që Zoti i ka shpallur njerëzimit nëpërmjet profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij dhe ehlibetit të tij të pastër të lirë. Mirësia ndaj njerëzve nuk është vetëm një virtyt i lavdëruar. Ky virtyt në moralin shoqëror, por një obligim hynor që përmendet shpesh në Kur'an dhe përforcohet me fjalët dhe veprat e të dërguarit të Allahut, të profetit Muhammad dhe ehlibetit dhe pasardhësve të tij të drejtë. Çfarë na thot Kurani famëlart në lidhje me mirësinë dhe si e shtillon drita kuranore këtë temë? Zoti i lartësuar në shumë ajete të Kuranit na urdhëron që të sillemi mirë me njëri tjetrin, duke theksuar drejtësinë, faljen dhe budësinë si vlera të larta njerëzore. Një nga ajetet më të fuqishme në këtë drejtim është Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndihmë për të afërmit. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, përmbledh në mënyrë të përkryer thelbin e moralit islam. Pra njeriu duhet të jetë i drejtë, të bëjë mirë dhe të kujdeset për të tjerët në shoqërinë e tij. Përveç drejtësisë si një obligim ligjor dhe atë moral, bamirësia është një nivel më i lartë që kërkon që njeriu të jap nga vetvetja e tij, nga pasuria, nga koha dhe nga zemra e tij, pa pritur gjë në shpërblim. Gjithashtu, Kurani na mëson se Bismillahirrahmanirrahim dhe folu njerëzve në mënyrë të mirë. Ajeti 83 i surës Bekare. Ky ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, shfaq qartazi se komunikimi i mirë është një formë e bamirësisë. Fjala e mirë, buzëqeshja, ndihma shpirtërore dhe ajo morale janë mënyra e të bërit mirë me të tjerët në shoqërinë ku ne jetojmë. Edhe nëse njeriu nuk ka mundësi materiale për ta ndihmuar, por mund të ketë mundësi pra shpirtërore, ku ndihma shpirtërore ndonjëherë është edhe më e vlefshme se ajo materiale. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ishte njeriu që mishëronte në mënyrë më të përsosur etikën e të bërit mirë. Ai nuk ndihmonte vetëm miqt, por edhe armiqt e tij, me qëllimin që t'i kthejë zemrat e tyre drejt dritës së udhëzimit, drejt udhës së drejtë, drejt rrugës së Allahut xhaleshanhu. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet: mos e përçmo ndonjë bamirësi, sado e vogël që të jetë. Përshëndeti njerëzit me selam, ose qoftë edhe me një fjalë të mirë, sepse ajo është sadaka për ty. Profeti i jepte rëndësi dhe gjesteve më të thjeshta të mirësisë. Ai ishte shembulli i faljes, i durimit dhe i dëmshurisë. Ku e shohim këtë gjë? E shohim në një nga tregimet më të shuara në fenë e pastër islame, ku në Medinën e ndritur jetonte një grua e cila e mallkonte profetin Muhammad çdo ditë të jetës së saj. Një ditë ajo somuret shumë dhe profeti shkon dhe e viziton atë. Dhe ajo mbetet e hapitur nga mirësia e tij se si profeti ka shkuar për ta parë se si është bërë, a është në rregull dhe për ta vizituar pra. Dhe ky akt dhe veprim i ardhur nga profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ja ndryshoi asaj zemrën. Imam Aliu a.s., i cili është trashëgimtari i parë shpirtëror i profetit, theksonte se forca e vërtet qëndronte zemra e butë dhe veprat e mira.
Pra nëse njeriu quhet i fortë, do të ketë zemrën e butë dhe veprat t'i ketë të mira. Ky është njeriu i fortë. Dhe ai ka thënë, mos u lodh duke bërë mirë me të tjerat, edhe nëse nuk të falenderojnë, sepse ai që mbjell mirësi nuk do të mbetet pa shpërblim. Në një thënie tjetër, Imami thotë, njerëzit janë dy lloje, ose janë vëllezërit e tu në fe, ose janë të ngjashmit e tu në njerëzi. Dhe kjo është një nga pjesët e shkëputura nga letra që Imam Aliu i dërgoi Malik el-Ashtarit në atë kohë. Kjo filozofi pra, që nëse njerëzit janë vëllezër në fe, ose janë të ngjashmit e tu në njerëzi, thekson se çdo njeri meriton mirësi, bujari dhe sjellje të mirë ndaj njëri tjetrit, përtej besimit apo përkatësisë. Çdo akt mirëdashës është një hap drejt përmirësimit të vetes dhe të shoqërisë ku ne jetojmë. Imamët tanë, Imam Hasani dhe Imam Huseini, paqja qoftë mbi ta, janë gjithashtu shembuj të përsosur të mirësisë. Kur ishin të vegjël, ata pan një burr të moshuar që po merrte abdes gabim. Në vend që ta turpëronin burrin, ata i afruan atij një mënyrë të mençur për ta mësuar të moshuarin. Imamët e ftuan të shihte se si ata po merrnin abdes dhe e pyetën se cili prej tyre po e bënte më mirë se tjetri. Dhe në ato momente, i moshuari e kuptoi gabimin e vet, pa u ndjer i ofenduar. Kjo ndjeshmëri e lartë, kjo mënyrë edukate për të përmirësuar të tjerët, është thelbësore në të bërit mirë me njerëzit. Mirësia nuk është vetëm ndihmë materiale, por edhe mënyra se si ti e trajton njeriun, si e mëson dhe se si e nderon dhe lartëson ata. Në veprën e tij të famshme, Imam Zainul Abidin a.s. në Sahife Sejadia, ose siç njihet ndryshe psalmet e Ehli Bejtit, ai lutet për fqinjët, për të varfrit, për të sëmurët dhe të shtypurit në këtë mënyrë. O Zoti im, më bëj prej atyre që ndihmojnë të varfrit, që vizitojnë të sëmurët, që e falin atë që e ka ofenduar, që japin dorë atij që ka nevojë. Kjo është shpreha më sublime të nderuar dëgjues dhe shikues dhe më e larta e ndjeshmërisë dhe e mirësisë që Islami kërkon nga çdo pasues i tij. Imamët nuk ishin vetëm udhëheqës shpirtëror, por ishin modele të përkryera të dashurisë njerëzore dhe atë shoqërore. Të bësh mirë me njerëzit nuk është vetëm një akt individual moral, por është baza për një shoqëri të drejtë dhe ato të qëndrueshme. Nëse çdo individ sillet me ndershmëri, mëshirë dhe mirësi, atëherë konflikti, urrëtia dhe padrejtësia do të shuhen nga shoqëria jonë. Kurani famëlart na thekson dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, të cilat japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe u afalin fajet njerëzve. Allahu i do bamirësit. Ajeti 134 i sures Al Imran. Pra mirësia shfaqet në mënyrën se si ne i përballojmë padrejtësinë. Në vend të hakmarrjes, feja na këshillon dhe na mëson të falim, të udhëzojmë dhe të bëjmë mirë në këmbim. Të bësh mirë me njerëzit është një reflektim i besimit të vërtetë, sepse Islami nuk është vetëm adhurim, por edhe marrëdhënie me krijesat e Zotit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, Ehli Bejti i tij i pastër, paqja qoftë mbi ta të gjithë, ishin shembujt më të lartë të nderuar dëgjues dhe shikues të dashurisë, të mëshirës dhe të mirësisë edhe ndaj atyre armiqve. Prandaj, le të dimë se ku të bazohemi, ku të marrim shembullin, sepse kur kemi gjithë këto shembuj të mirë, pse të bazohemi tek njerëzit normal, kur ne Allahu na ka dërguar një profet, na ka sjellë një profet që është profeti Muhammed, vula e profetëve, dhe Ehli Bejti i tij i pastër dhe i dëlir që kanë mësuar nga ky profeti dhe janë munduar që deri sa kishin frymën e fundit të përhapnin fen e drejtë të Allahut xhaleshanhu, të marrim ato si shembull sepse ato ishin me të vërtetë në gradat më të larta të moralit. Ajatet koranore dhe hadithet e shenjta na udhëzojnë se çdo vepër e mirë është një hap drejt Zotit të gjithësisë, një pastrim i shpirtit dhe një forcim i lidhjeve shoqërore. Në një botë ku urrëtia dhe vetmia janë në rritje, mesazhi i vetëm dhe i përjetshëm i Islamit do të mbetet: bëj mirë me njerëzit, sepse Zoti
i do bamirësit. Në këto momente të ndëruar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.